Ndërkohë që turizmi bregdetar ka njohur vitet e fundit zhvillim të ndjeshëm në Shqipëri, turizmi malor ka mbetur brapa për shkak të promovimit të pakët dhe infrastrukturës të prapambetur. Ministria Shqiptare e Turizmit ka marrë përsipër kohët e fundit promovimin e 40 kullave karakteristike të zonës malore në veri të vendit dhe ndihmën financiare për pronarët e tyre, duke synuar nxitjen e turizmit malor. Korrespondenti Plum Sulo përgatitti kronikën. 16 vjeçari nga Puka, Marenglen Laçi, është një nga 6 alpinistë shqiptar që rreth 3 muaj më parë u ngjitën në majën e Malit të Bardhë në Francë. Ai thotë se kjo ishte një përvojë e jashtëzakonshme dhe se turizmi malor duhet të zhvillohet edhe në Shqipëri. Një mrekulli shumë e madhe për mua që arrita i parë 2 orë pari në maj të Malit të Bardhë. Mund të bëhet një turizëm shumë i mirë në Pukë, se është vend malor në Pukë, bie bori, dhe bëjmë ski, alpinizëm e gjitha. Megjithëse me bukuritë shumta natyrore dhe pasurinë në fushën e trashëgimisë kulturore, zona malore në veri të Shqipërisë ende nuk ka tërhequr sa duhet vëmendjen e vizitorëve të huaj. E vetmja zonë e promovuar gjatë 2 viteve të fundit për turizmin malor është ajo e Thetit në malësitë e Dukagjinit. Agjencitë turistike kanë përfshirë tashmë Thetin në agjendat e tyre duke ofruar turistëve jo vetëm bukuritë natyrore, por dhe mikpritjen, mënyrën tradicionale të jetesës si dhe folklorin e pasur të malësive të Dukagjinit. Mes qëndrave të vizitueshme janë edhe kullat tradicionale, në veçanti kulla 400 vjeçare e ngujimit, ku shumë vite më parë vetë mbylleshin burrat e fshatit të Thethit për shkak të gjakmarrjes. Është bën për ngujim, për gjaqe. Kjo kulla. Edhe i zoti i shtëpisë jam unë. U falenderoj tën gazetarët. E tën havandes e kusht orvatet për këtë kullën e ngujimit. Ka met tash. Njështu si ka kënë, se njështu është bon se me padosh e kinë godit edhe në rëshëj, edhe me hapë për zore, po nuk lejohet. Po si ka kënë. Sa ba para 400 vjetet kjo. Banesat me elementet e tyre tradicionale zbukurojnë peizazhin malor të veriut të Shqipërisë. Sipas një projekti të Ministrisë së Turizmit, një pjesë e këtyre banesave do të restaurohen për të shndërruar në vende ku turistët e huaj mund të kalojnë natën dhe të njihen me mënyrën tradicionale të jetesës së malësorëve të veriut të Shqipërisë. Ka shumë shtëpi karakteristike në veri, në zonën e Thethit, Baldonës, Kelmendit. Këto shtëpi njihen, por nuk janë shumë të identifikuara. Shumë të huaj vinë gjerman, ju e dini, vinë çek, vinë anglez. Atëherë ne si ministri morëm përsipër që këto shtëpi të gjitha t'i fusim në një spot publicitar, plus përgatisim flet palosje për të 40 shtëpi që kemi identifikuar si shtëpi karakteristike, plus të asistojmë financiarisht këto shtëpia që të jenë gjithnjë më tepër akomoduese për turistët e huaj dhe për shqiptarët. Vitet e fundit Shqipëria ka bërë hapa përpara në drejtim të zhvillimit të turizmit bregdetar, duke i kaluar edhe disa prej vendeve të rajonit. Por e njëjta gjë nuk mund të thuhet për turizmin malor, kjo për shkak të infrastrukturës së prapametur dhe promovimit të pamjaftueshëm. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.